Perimetri i sigurisë është vend disa qindra metra larg. Këtu policët nuk lejojnë askënd pa autorizim të ofrohet e kjo sasi e madhe armësh e municionësh që të dielën e mesditë u zbulua në fshatin Vrbovc të Drenasit. Për këto armë policinë e kishte informuar një qytetar, por për largimin e tyre duhet angazhim ekspertësh. Dje gjitha njësit kanë ndonë me ngjarjes, mirë po shkoku i kohës që ka qenë kohë e vëndshme dhe nuk janë kohë kushtet për mu të rikë sot prap kanë filluar me punë, do thot njësit e këforit, njësit e FSK-s edhe njësit relevante të policisë. Kështu të hënën këtu dolën njësit i deminimit i policisë e i FSK-s, ndërsa po asistohen edhe nga këfori, e numri dhe kapaciteti i armëve që u gjet këto është goxha i madh. Ka, domethënë, armë automatike janë 3 kalibra të ndryshme, ka kundërajror, mitralez dhe pushko mitralez më të vogël. Sipas kreut të togës, ndonë se këto armë duken të ndrysh kura paraçesin rrezik të madh. Edhe duken dëmtuar janë dyshuat se janë luftës të fundit, po ka mund të besin të rrezikshme edhe armët për municion nuk po folim hiç, se municioni dihet se është rrezikshëm. Këto municionin e ditët në vazhdim do të shkatërrohen nga ana e FSK-s, ndërkohë policia është duke zhvilluar hetime se si dolën këto armë në këtë vend, pasi që dyshohet se ato u sollën nga dikush. Deri më tani të dyshim për këtë rast nuk ka,